Përshëndetje, unë jam Arsita Asmegaj, vin nga Shkodra. Jam në vit të 4 në Fakultetin e Mjekësisë në Istanbul University si Gjera-Pasha. Në fakt, mënyra se si unë zgjodha Gjera-Pashan ka qenë shumë rastësore. Një shoqe, një kursorier time studionte këtu dhe ma sugjeroi sepse është një ndër universitetet më të mira. Nuk do them më e mira sepse unë jam aty, por është një ndër universitetet më të mira të Turqisë për mjekësi. Në fakt, fillimi ka qenë pak i vështirë, duke qenë se kishte shumë studenta të huaj, shumica prej tyre turq, patjetër. Ka rreth një klasë ka rreth 300 nxënës në mjekësi, por gjëja mirë është sepse ka edhe të tjerë që vinë nga shtetet e tjera dhe nuk jam deri vetmuar, sepse ka nga çdo lloj shteti, jo vetëm Turqia. Përveç se kësaj, çfarë më ka pëlqyer shumë është serioziteti që kanë profesorët në mënyrën e shpjegimit, mënyra se si të pyesin gjithashtu është mendoj në një nivel shumë të lartë, ashtu siç duhet të jetë edhe në mjekësi. Do flisja pak për programin. Është pak në fillim do ndiheni sikur është pak e ngatrueshme, sepse është më ndryshe nga ajo çfarë ne jemi mësuar në Shqipëri. Por me kalimin e kohës do mësoheni. Unë personalisht kam zgjedhur në Gjera-Pasha të studioj mjekësi në gjuhën turke, por patjetër ju keni edhe zgjedhjen për ta bërë në anglisht. Personalisht do mendoja që turqisht do ishte pak më mirë, nga që në mjekësi në vit të 4 edhe të 5 do bëjmë stazhe dhe në momentin që flet me pacientët duhet nëse din turqisht do ishte shumë më thjeshtë edhe për ju. Edhe në klasë, plus që do jetonin turqi, kështu që do ishte më mirë të dini turqisht përpara. Në fillim është pak e vështirë nga që barriera e gjuhës mund t'ju duket gjithçka ndryshe, por fatmirësisht kulturat tona janë të ngjashme, kështu që është diçka pozitive. Çfarë do ju sugjeroja të dinit turqisht, patjetër, dhe të mos stresoni, sepse mendoj që ne që studiojmë këtu jemi shumë me fat, sepse përveç se merrni një studim të lartë dhe me një standard të lartë, përveç kësaj njeh aq shumë njerëz, aq shumë kultura të ndryshme, edhe besoj që është një eksperiencë jetësore që gjithë duhet ta kalojnë të paktën një herë, pra në universitet ose edhe në master, pse jo.